zhvilluar zyrtarisht sot, edhe pse seanca e parë nuk u zhvillua, ndaj zotit Berisha, dhënit e tij Amar Martezi dhe një sër personash të tjerë të akuzuar. Të gjithë ta akuzohen për korrupsion. Është shumë e rëndësishme për të parë se si erdhëm deri në këtë pikë dhe për të folur për këtë kam kënaqësi të kem në studio avokatin e zotit Berisha, një nga avokatët më të njohur në vend, zotin Genz Gjokutaj. Gjokutaj, përshëndetje, mirë se erdhe. Bashkë me zotin Gjokutaj do të jetë Neritan Alibali. Neritan, përshëndetje, mirë se erdhe dashur. Kolegu El Murati, mbrëma i dashur. Përshëndetje, kënaqësi. Pak më vonë do të na bashkohet dhe një avokat tjetër, Edmond Petrajn, të cilin e presim. Kurse në fund të programit do të kemi një të ftuar, do të jem vetëm me të, i cili kërkon të bëhet avokat i popullit. Të paktën është propozimi i Partisë Demokratike që është refuzuar jo më larg se sa në seancën e kaluar plenare nga Partia Socialiste. Ai është Besim Drejgjoni, përfaqëson shtresën e të përndjekurve politik, do të jetë me ne në pjesën e fundit programit për të bërë një bisedë me të. Atëherë, flasim për këtë që jemi në pjesën e parë. Genz Gjokutaj, a mund të më thoni pak se çfarë do të ndodhë tani në këtë proces gjyqësor, sa pritet të zgjasë dhe kërkesa që pam me gjyqtare Ulliri që ka kushurir deputetën aktuale të Partisë Demokratike Andja Ulliri do të pranohet apo jo? Atëre, po nis ka kjo pyetja e kohës gjatjes. Gjykimet janë si ndeshjet e voleybollit. Mund të përfundojnë 3-0, mund të përfundojnë 3-2. Dhe zgjatet. Nuk ka limit në kohë. Në kuptimin e... Nuk ishe marrë tenisin. E njëjta gjë. Se tenisi shkon me tie break. E njëjta gjë është. Po që sot u shty për arsye sepse një nga shkaqet ishte mos njoftimi i Berishës. Po nuk është ky shqetësimi në fakt. Vetëm një pyetje që e bëri edhe një kolege, zotit Maltezi, kolege gazetare, i tha, po si është e mundur, tha, banoni ju në të njëjtën godinë, tha, dhe ju jeni njoftuar, zoti Berisha nuk është njoftuar. Shiko, duhet të dish një gjë. Tjetër gjë ekzistenca e faktit, tjetër gjë dokumentimi i tij. Dakord? E kuptoj. Pra, nesër gjykata e apelit nuk do të gjykojë që është takuar Jamarbri me zotin Berisha, apo jo. S'më kuptuar. Dhe kanë folur për këtë. Po pra janë një shpiq se ka marrë vesh thua. Jo, pyetja ishte, ai që erdhi dhe solli zarfin, ju a solli juve që jeni në një godinë dhe nuk shkojnë në të njëjtën godinë te Berisha, t'ia jepte Berishës? Shiko, Berisha nuk ka qenë në banesë. Ashtu. Dhe këtë lojë këta me komunikimet e bëjnë. Po unë e shikoj një çik më tutje. Shikoni, gjyqtarja që ju përmendët, që është kryesuesja në fakt e trupës gjykuese, ka kërkuar dorëheqjen, pra ka dhënë dorëheqjen, siç e ka deklaruar 3 javë përpara, në seancën e masës sigurimit të Jamarbër Maltezit. Sepse me tu hedhur shortuar çështja, kërkesa që s'kan të bëjnë me themelin, pra me çeljen e seancës së themelit, mund të ketë kërkesa urgjencësh në ndryshimin e masës sigurimit. Dhe ajo bëhet edhe pa u çelur seanca. E kërkoi unë, sepse kërkesa bëhet gjykatës që ka aktet në dorë. Kur je në apel apo në apelit, dhe pa u çel seanca, ti mund ta ngresh të kërkesë përpara se të çelit seanca. Tashi, këtë vendim, nëse do pranohet ose jo, dorëheqja e gjyqtares Elsa Ulliri, e vendos kryetari i gjykatës. Në ndryshim nga rasti kur e kërkojmë ne përjashtimin e një gjyqtari ose prokurori, po themi, po nuk ndodh tek gjykatat tona, ta kërkojë prokurori, për arsye që dihen. Dhe ky problem është i tillë që këtë e shqyrton kryetari i gjykatës. Pra, po nuk ka vënë afat në fakt ligji për kryetarin e gjykatës se kur e shqyrton këtë kërkesë. Ndërkohë që për kërkesën për përjashtim të një gjyqtari, brenda 48 orëve, thot ligji, një gjyqtare e saj gjykate i shortuar shqyrton kërkesën, që e pranon se rrezon. Dhe unë mendoj që ky afat nuk mund të jetë kaq i drejtë, që për përjashtimin që kërkon njëra palë e bën për 48 orë dhe për dorëheqjen e një gjyqtari e lë no limit. Sepse në konceptin tim, edhe në konceptin vjen në një linjë dhe me arsyetimin, heqja dorë nga çështja është gjykimi vetvetes. Është më e rëndë të japi gjykimin, të japi dorëheqjen një gjyqtar nga çështja, në kuptimin e rëndë sepse nëse rrëzohet kërkesa dhe vazhdon të gjykojë, ai gjyqtar për mua nuk është gjyqtari duhet ta gjykojë atë çështje. Në kushtet e konfliktit interesit të vë. Ajo thotë, shiko, ajo thotë që un kam kushërir. Po e ka kushërir? Po e ka kushërir. E ka kushërir. Po,
po kjo nuk është ka më mandat. E kupton? Ne kemi kërkuar përjashtimin e Ngert Lumbit, se ishte nipi i Bujar Hinçit, i cili ka pas konflikt të drejt për drejt me zotin Berisha. Pra shumë e afërt, dhe ata nuk e kanë quajtur shkak për përjashtim këtë. Megjithatë, pavarësisht konsideratës time, sepse në fundit jam avokati i zotit Berisha, ajo që gjykata nuk i ikën dot, është fakti që nuk po shprehet me vendim. Çfarë do bëj me këtë gjyqtare? Do ta lërë të vazhdoj gjykimin, dhe ajo gjyqtare sot ka dalë në seancë me dorëheqje. Çfarë ndodh nëse avokat për të kuptuar të publiku procedurën? Çfarë ndodh nëse gjykata vendos që kjo gjykatë vazhdojë gjykata? Do vazhdoj gjyqin. A është detyruar? Nuk ka asnjë hapësirë ligjore, po themi, për të dhënë dorëheqjen nga ajo? Pati, shiko, po edhe pastaj do kaloj në një shqyrtimin gjyqësor. Ama këtë vendos kryetari i gjykatës. Jo, për të kuptuar, konflikti i interesit në këtë rast, vetëm në këtë rast, është çështje ligjore apo morale, etike? Pra është që ajo nëse pas nesër mund të gjendet në konflikt interesi? Nuk mund të futem në ndërgjegjen e saj, që ajo e ka bërë këtë, e ka shfaqur këtë vullnet të saj në seancën e masës sigurimit. E ka bërë publike, deri këtu është. Mund të ketë pasoja për fatin e procesit, fjala vjen në apel, nëse fjala vjen ajo e gjen vetë në konflikt interesi, gjykata vendos kundër që ajo të vazhdojë, apo thjesht është çështje etike, jo ligjore, për të kuptuar. Jo është çështje kontestueshme, sepse ajo mund t'japi dorëheqje, mund kërkojnë edhe përjashtimin. Pra, konkurrojnë to. Por fakti është që duhet dhënë një rrugë, sepse ajo është me shumicë votash. Janë 3 gjyqtarë.